Përshëndetje, mirë se erdhët në shpjegimin e programit Finabit. Ne vjen të flasim për regjistrimin e artikujve. Për ta bërë këtë, shkojmë te menyja furnitorët, artikujt, tu na paraqitet lista e artikujve. Lista në pjesën e sërmët të saj ka veglat kryesore se i ri, e cila mundson hapjen e artikullit e ri. Pastaj vegla editor mundson editimin e artikullit, fshirjen e artikujve, veshtrimin e artikujve, eksportimin e Excel. Vegla printo mundson disa lloje të printimeve, si printimin e listës pa formatizuar, printimin e listës, si dhe kartelin e artikullit. Vegla refresko mundson rifreskimin e listës. Klikojmë mbi veglën i ri. Këtu na paraqitet drejtoria për zgjedhjen e artikullit, i cili mund të jetë artikull, shërbim apo normativ. Zgjedhim llojin e artikullit dhe vazhdojmë me futjen e të dhënave për artikull. Në fushën shifra shkruajmë shifrën e artikullit, i cili gjenerohet automatikisht, por edhe mund të ndërrohet. Shkruajmë emrin e artikullit. Shkruajmë emrin e artikullit për PDA, zakonisht përdoret për Pocket PC. Zgjedhim grupin e artikujve. Nëse grupi nuk është në listë, këtë mund ta shtojmë nëse klikojmë mbi butonin që gjendet në anën e djathtë. Shkruajmë emrin e grupit. Zgjedhim ngjyrën. Bëjmë konfigurimin e llogarive. Llogaria hyrëse është llogari e cila krediton në rastin e shitjes së artikullit. Vlera kredituese është vlera shitëse e artikullit pa TVSH. Llogaria shpenzuese është llogari e cila debiton me rastin e shitjes së artikullit me çmim kushtues. Si dhe llogaria e aseteve është llogari e cila debiton në blerje dhe krediton në shitje me çmim kushtues. Ruajmë grupin. Dhe në mënyrë automatike na paraqitet grupi. Zgjedhim në grupin. Pastaj njësia e artikullit. Barkode tregon shifrën e artikullit për shitje. Çmimi i shitjes është çmimi i shitjes për artikull. Njësia 2 tregon njësinë e artikullit për njësinë e dytë. Koeficienti tregon numrin e artikujve në paket. Barkode 2 është shifra e artikullit për shitje me paket. Çmimi i shitjes 2 është çmimi i shitjes për artikull me paket. E taksueshme tregon se tatimohet artikulli në shitje. Duganohet tregon se duganohet në rast të importit. Nëse zgjedhim opsionin aktive, nënkupton se artikulli mund të përdoret, ndërsa nëse nuk e zgjedhim, atëherë nuk mund të përdoret. Mjet themelor tregon se është mjet themelor, dhe më thonë nuk konsiderohet si mall. Çdo atribute hap formën për shtimin e atributeve për artikull. Llogaritë e artikullit i kemi konfiguruar te grupi i artikullit, por edhe tani mund të ndryshojmë llogaritë për artikull. Akciza tregon sa ka akcizë në rast të importit. Afati i skadimit tregon se deri në cilën datë mund të përdoret artikulli. Sasia minimale është sasia minimale e artikullit në stok. Sasia maksimale është sasia maksimale e artikullit në stok. Ruaj dhe mbyll shërben për ta ruajtur artikullin dhe për ta mbyllur atë. Ruaj i ri shërben për ta ruajtur artikullin dhe nisjen e një artikulli të ri. Mbyll shërben për ta mbyllur formën e artikullit pa e ruajtur atë ose pa e ruajtur editimin e saj. Shto në çmimore tregon se artikulli mund të shtohet në çmimore të ndryshme. Ruajmë artikullin. Dhe tani artikulli na është paraqitur në listë. Nëse dëshirojmë të ndryshojmë të dhënat e artikullit, klikojmë mbi veglën editor dhe na hapet drejtoria ku mund të bëjmë ndryshimet e nevojshme. Pastaj ruajmë përsëri. Faleminderit për vëmendjen tuaj.